أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fesnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Sot vazhdojmë hadithin 655 me radhë që nga fillimi i librit. Hadithi i tretë në këtë kapitulli i cili flet për detyrat dhe obligimet e pushtetarëve karshi popullit që ata e qeverisin. Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Aisha radhiyallahu anha qalet: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi bayti hadha Allahumma من ولى من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم. Narafan Aisha radiallahu anha, e cila thot: në këtë shtëpi timen e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: O Allah, kushdo që merr përsipër me qeveris çështjet e umetit tim, e ja vështirëson ati, o Allah, vështirësoja ati. Dhe kushdo që merr përsipër të qeveris punët e popullit tim, umetit tim, e sillet but me ta, o Zot, sillu but me ta. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Pa Imam Neveviu rahimahullahu taala e ka sjellur këtë hadith në këtë kapitull për me tregu se kur ta marrësh përsipër mu udhëheq punët e muslimanëve dhe bëhesh shkak që tu vështirësohet jeta atyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lutë Allahun që Allahu edhe atij t'ia vështirësojë jetën. Pse kjo? Sepse lidhshmëria është e qartë për atë që njeh natyrën e pushtetit dhe popullit. Zakonisht pushtetarët zullumçar, duke ja vështirësuar jetën popullatës së vet, mendojnë se kanë mja zgjeru komoditetin, rahatin, luksin, pasurin, pushtetin vetvetes. Ai merr paret, rrogat majme, ai ka akses qasje në çdo gjë të shtetit, edhe e realizon edhe kryen në mënyrë më të lehtë mundshme, e popullata për të radhë. E popullata duhet lutet. E popullata duhet gjeje diken me ndihmu. E popullata duhet me dhonë rishvet për me sos një punë. E popullata me nxesi e nxerë mujnë me mujë me rrogën që e merr. E popullata s'ka mundësi me shëtit. E popullata s'ka mundësi me boqef për shkak se i mungon buxheti. Edhe një pushtetar i cili nuk brengoset për gjendjen fetare, për gjendjen intelektuale, për gjendjen ekonomike, për gjendjen shoqërore, familjare, infrastrukturore të popullit vet, të menu se nëse është ai mirë, të tjerët letjesit janë se ka gajle, atër e kap kjo nam e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O Allah, kushdo që merr përsipër me udhëheq umetin të, dhe ja vështirëson jetën atij, umetit, vështirëson jetën atij. Me konë që bëj dua unë edhe ti, duaja jonë o pranohet o s'pranohet.
Megjithëse edhe duaja e muslimanit e ka efektin e vet, ama me bë dua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithsesi ajo ka mu pranu. E tash dikush ka muslimin dhe hoxha, ti për në kalzon këtë dua që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ama na edhe nga historia e njerëzimit, po edhe nga historia islame, po edhe nga historia moderne, e shohim se pushtetarët bëjnë qef. Ata kanë pasuri, ata do thotë kanë mekanizma për me qenë të lumtur. Edhe a është kjo e saktë që ka thonë Muhamedi alayhis salam, apo nuk është e saktë? Na themi 100% është e saktë. Asnjë përqindje minimale nuk është gabim. Po ata që kanë pushtet, si u vështirësohet jeta atyre? U mungon pasuria? Jo. U mungon pushteti? Jo. U mungon lehtësimi i procedurave të shtetit? Jo. Atyre u vështirësohet jeta individuale, jeta personale, jeta shpirtënore, jeta familjare. Edhe zakonisht do të mjafton me qenë vështirësi për një njeri normal, kur këtë populli i thënë rënavec, mashtrus, hajdut, kriminal, i korruptum, i pandershëm. Shife, subhanallah, këtë të terme që i përdora që përshkojnë njërin e ketë që të ligë, për para të çdo njeri i thjesht, mos flas për hoxh, mos flas për intelektual, mos flas për njeri që jepet obligimi, përgjegjësia e qeverisjes, janë mundu që mos më ucjesu me kësi cilësit ulta. Askush se ka duru, mi thonë dikush rënavec, se të rejnë vazhdimisht. është mundu me mbrojt vetën nga ky ves i keq, nga ky etiketim negativ. Askush s'ka pranun dikush me thonë i pandershëm. është mundu me djesën e ballit, me punë, me ndershmëri, me fitu riskun. Se një dinar halal është më e mirë se 1000 haram. Kështu, njerëzit e thjeshtë rëndom kanë luftu me mbrojt nderin e vetë, me mbrojt vlerat morale të tia. O kon i guximshëm, o kon i sjellshëm, o kon i kujdesshëm, o kon i mëshirshëm, o kon bamirës, o kon i drejtë. Edhe ka luftu këto tipare mi i pas vazhdimisht njëtën e vetë. Edhe mi i bartë e vladi e vetë, mi i bartë e nipat e vetë. Sot, subhanallah, është bëj kundërta. Kush rren ma shumë, ma i rëndësishëm shoqëri. Kush mashtron ma shumë, ma i rëndësishëm shoqëri. Kush keq shpërdor pushtetin ma shumë, ma i rëndësishëm shoqëri. Kush është i pandershëm, kur themi i pandershëm edhe në aspektin e pasurisë, edhe në aspektin e moralit. Ai nuk bile kur përmendin po filanive, abe s'ka gale tash një të folë për tjetër temë. Si ka mundësi na me nda tërësinë e vlerave morale? Si pret tipi një pushtetarit pandershëm edhe në aspektin e pareve, edhe në aspektet morale, me kon ai i ndershëm qeverisje? S'mundet. Nuk mundet. O vëllezër, duhet na me insistu se cili për vetën e vetë, edhe pastaj se cili në vendimet e tij janë jetë dhe tjerëve. Vlerat morale me kon piknisja edhe përfundimi i vendimeve tona. Në bazë vlerave morale na me e udhëheq jetën tonë. Edhe me kon modeli i mirë për fëmijët e tonë, modeli i mirë për nipat tonë, modeli i mirë për rrethin ku jetojmë na. Nuk është jeta në momenti kur ti e merr një pasuri pa drejt. Nuk është jeta veç një moment kur ti e merr një pushtet edhe nuk je i kujdesshëm për përgjegjësinë dhe amanin që ke marrë. Jeta është e gjatë. Sot ti e ke pushtetin, nesër e humb atë. Sot e ke pasurinë, nesër e humb atë. Ama kur ti je i ndershëm, kur ti je i drejtë, kur ti je i vërtetshëm, kur ti je i moralshëm, do të lavdrohesh edhe kur e ki,
edhe kur të merret apo e humb, edhe pushtetin edhe pasurinë. Historia e njerëzimit, historia islame ka plot shembuj. E ditët ndrojnë, tilkal ayamu nudawiluha baina nas, janë ditët që Allahu i shkëmben, i rrotullon mes njerëzve. Sot je nalt, nesër bie poshtë. Sot je dikushi, nesër bosh askushi. Ama lufta jeme dhe jote të me qenë që të gjitha situatat na me qenë të ndershëm, na me qenë të virtyetshëm, na me qenë të moralshëm, na me qenë faqebardh, edhe vazhdimisht mu përmend për të mirë. S'është më rëndësi a kam as kam, pushtet apo pasuri. Lufta me veten tonë, me nefsin tanë, me shejtanin tanë, është më kjo, që ti me mbajt veten tonë nalt, me vlera morale. Edhe pasha Allahun e madh, na kena pa njerëz në historinë e jetës sonë, që s'kan pas as pushtet, as shumë dituri, as pasuri. Mirë po, kur të flasin ata, e shef se del një dritë nga goja e tyre. E shef zembardhësinë e tyre. E shef devotshmërinë e tyre. E shef brengën dhe galën që ai të ushqehet me halal. Edhe të ketë pasuri, edhe nëse është pak, po të jetë halal. Këtu janë vlerat morale që na me luftu për to, edhe me luftu që tillë të kemi njerëzit rreth e përçarknesh, e sidomos të tillë të kemi ata që qeverisin me ne. Se përndryshe, do të e keqja do të përhapet. Se një pushtetar i keq do të bëhet shkak që mu përhapë e keqja, se e ofron modelin e gabum. Edhe një pjesë e madhe e rinisë që nuk është pushtet, sidomos këto kohët e fundit, kur e shef diken, për lagjes ti, për familjes ti, për rrethit ti, deri dje ishte askush se njefke, askush se vlerësojke, askush fjallën se ndëgjojke. Si thejme na në gjuhën tonë, s'kishte as qyret e ti me shka me i fshi. Hinim në politik, mori pushtet, të shu bo i njofshëm, i paprekshëm, u bo model, u bo i pasën, vesh roba tjera, vozit makina tjera, jeton lagje tjera, edhe u bo model për rinin. Ta shka thënë, nëse do në famë, hinë politikë, nëse do në pare, hinë politikë, nëse do në pushtet, hinë politikë, nëse do në me qenë i respektum, hinë politikë. Shembulli ka bumë. Politika është momentale, edhe politika është përgjithësi. Nuk është moment i grumbullimit lavdit, edhe pasurisë, edhe pushtetin e njerëzve, por është moment përgjithësie. Andaj, secili njeri që jepet mundësia me pas pushtet, në çfarë do lloj niveli, prej te familja e tij, e deri te kryetari i shtetit, çfarë do lloj niveli? A është organizat e vogël, është e madhe? S'është më rëndësi çfarë natyre ka e organizata. Ki pushtet, ki të drejtë të marrësh vendime. Prej te e kërkot t'i presh gjona. Ta thush fjalën e fundit. Kjo është kuptimi i pushtetit. Edhe ja vështirëson atyre që i kinin pushtetin ta. Ja të bënd të padurush me jetën, ja bënd të vështirë, pa zgjidhje, pa alternativ, pa ku një farë mundësie të ndryshimit për ka e mira, atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, edhe ati vështirësoja jetën. Edhe gjithsesi ka më vështirësu jetën ati. Edhe në dynjë dhe në ahiret. Pse sepse Allahu dhu xhelal çfarë thotë? Kur'an, waqifuhum, nalni ata. Kanë me thonë njerëzit. Nalni ata. Pse? Innahum mas'ulun, do të më dhonë llogari ata, edhe për ne, jo vetëm për veten e vet. Secili pushtetar ka me dhonë llogari për çdo qytetar që ai e ka qeveris. Jo vetëm kaq, po ka me dhonë llogari edhe për gjithë krijesat që kanë jetu
në atë territor ku ai ka qeverisë. Edhe kafshë qofshin ato, bagëti. Edhe andaj, Allahumme, men waliya min umuri ummeti shay'an fashaqqa alehim, o Zot, kushdo që ka marrë në pushtet diçka për gjërave të umetit tim, e wa ka vështirësu atyre fashaqqa alehim. Vështirësoj jetën atyre. Edhe kundërta. Nëse e merr si prindin familjen e vet. Janë konë 5 vllazën, janë konë 6 vllazën, edhe janë martu, ka ardhur reni mu da, se cili mu bosh për në vetin. Deri dje baba ka qenë pushtetari kryesor. Sa thot bira, i ne bo mi gjithë me familje tuaja, po ndami, po bo se si shpin veti. E ta është ti je përgjegjës i familjes tonë. Qfar gale ki ti, gale kryesore është që ti me i siguru jetë mirë familjes tonë. Kull mbi kokë, ushqim, veshmbathje, kushte ekonomike të mira. Kjo është pjesa materiale. Para kësaj normalisht një prind i mirë kujdeset që fëmijëve vetë me adhon imanin, besimin, edhe me udhon arsimin. Këto janë të parat. Mas të vinë këto tjerat. Ama prindi si prind, vazhdimisht kujdeset mja letu jetën me familjes vetë dhe mja shtu të mirat. Edhe e llogarit vetën prind i suksesshëm nëse aspektin e besimit ja plotson kushtet, aspektin e arsimit ja plotson kushtet, aspektin ekonomik të mirëqenjes ja plotson kushtet, thot unë elhamdulillah u kujdesa për familjen time dhe tash edhe nëse vdes, nuk vdes me sy qelë, thënë popullit e na. E ngjashme me këtë më konë puna e kryetarit komunës, kryetarit shtetit, drejtorave në për institucione, me e këshyr, me e shiku atë institucion si familjen e vetë. Edhe me llogarit vetën të suksesshëm nëse e shfrytëzon mandatin që ka në disponim për të krijuar rahati, mirëqenie, kënaqësi, lumturi tek familja e vetë. Edhe s'ka ma keq se për shembull ti me shiku mja vjedh parët djalit tanë, ose mja vjedh parët çikës tonë. Ato janë të atyve ti me shku mja vjedh. Qështu është ku një kryetar komunë, ose një ministër, ose një kryeministër e vjedh buxhetin. Si familje zetë mja marë parët. Edhe askush të kështë e pranu, dhe më thonë, kësi tretmani edhe trajtimi mi bo familjes vetë. E po mirë, në momenti që ti more për përgjësi në pushtet, pse nuk e shikove popullin si familja jote? Edhe normalisht, jete e gjithë këtyre pushtetarve zullumqar, ndonë se na duket neve se janë të uknash, të ukzuse me kere të reja, shëtisin, kostume, dreka, darka, kjo neve na mashtron, realisht a e vun, shpirtnisht, e vun familjarisht, e vun psikikisht, edhe qka është ma e keqe, jo vetëm kaq në këtë botë, jo vetëm këtë botë dhe kaq, po ka me vujtë edhe ditën e llogarisë. Atë kam qenë edhe më e rëndë edhe më e madhe. Kështu na duhet të edukojmë vetveten në vëllazë. Edhe kështu duhet na t'i flasin fëmijëve tonë. Jo t'i flasin fëmijëve tonë që ata mos marrin përsipër përgjegjësi. E t'ikin nga mejdani i betejës, nga terreni i lojës, e dalin publik, e të bëhen tifoz. Jo, kjo gabim është, edhe kështu kemi na fatkeqësisht shumë prindër, edhe të vjetër edhe të ri, ti mos u përzi. Ti ri anësh. Ti mos u bëni pari. Edukimi gabum, thrasim na matrapas me na qeveris. Hajdutët me na udhëheq. Se nëse s'përzihet fëmia jem, fëmia jot, fëmia ti, fëmia, atë dikush duhet me udhëheq. E ma të qitë kanë me na udhëheq. Na duhet me thonë, jo, birë jem, mëso. Birë jem, ruje dinin e imanin ta. Sa je i ri, vishë me vlera morale. Sa je i ri, shtoj diturin tone. Sa je i ri, investon vetën tone. Nesër, kur të bëhash me dhonë,
merr përsipër përgjegjësi, më udhëheq familjen tonë, popullin tanë, vendin tanë në atë që është më e mirë dhe më e dobishme për këtë vend. Ama në momentin që ti e merr amanetin, përgjegjësinë, ky parasysh e para se do japsh llogari para Allahut. S'është më rëndësi se si kalon te njerëzit. Do japsh llogari para Allahut. Edhe e dyta, kujdes. Mos u bën mendje madh pse ke marr pushtet, pse e bu dikushi. Kujdes nga pasuria haram. Kujdes nga haku i huaj. Sepse shpina jote sa ki pushtet ngarkohet me gjunahet tuja dhe të njerëzve që i qeveris. Ama nesër ta lodhin kurrizin edhe të bëhet llogaria e rëndë për Allahu subhanahu wa taala. Merr përsipër përgjegjësi, po jepja hakun. Bënu luftar në mejdan, po jepja hakun shpatës që e merr me luftu. Ashtu siç i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditë sahabeve, në një betejë prej betejave, e nxori shpatën e tij dhe tha: a ka burra që e marrin këtë shpatë dhe japin hakin? Së shpuna ti veç me marr flamurin, edhe veç me marr namin, edhe veç me marr emrin, që kjo është punë e lehtë. Po në momentin që ti e merr emrin, e merr namin, e merr flamurin, hajde ta shoh na jepja hakun. Jepja hakun. Imam i xhamis. Momentin që ti e merr, unë do të jam për këtë punë. Tamam, super. Jepja hakun. Hatibi i xhamis, unë jam për këtë punë. Super, ku mëson shkollë. Jepja hakun. Mualimi i fëmijëve në mekteb, unë jam për këtë punë. Tamam, jepja hakun. Këshilli i xhamis, unë jam për këtë punë. Super, jepja hakun. Xhamati filan hoxhës, çalëm, emën çet, jepja hakun. Çdo punë që e merre, s'ka problem, nxito, ama jepja hakun. Kështu na duhet me bë terbije vetë. Edhe këto këshilla na duhet me përcjell të rritë. Edhe kështu na duhet me eduku rinin ton, nipat e stërnipat ton, që ata do të marrin përgatitjen se janë të ri, të investojnë vetvete, të marrin përsipër detyra dhe përgjegjësi, jo me ik punëve. Se kjo dunja o vllazni është dunja e ngarkesave, e lodhjes, e angazhimit. Rahati s'ka në këtë botë. Rahati është në ahiret. Edhe një musliman i ri, i cili ik përgjegjësive, detyrave, punëve, të desh me bo qefes se fa, i themi në njëri, ka ta se i rijet, i vakti, jetë është tash me mbush vetën me vlera. Masaj është vakti me i shfrizu ato vlera për mja dhonë kontributin tanë, për më kuptu kush jeti, për më kuptu e se cila është ndihma jote që ja jep familjes tone, ja jep shoqërisë tone. Edhe normalisht, kjo jetë me këto ngarkesa ka me të lodhë, fizikisht, ka me të lodhë dhe psikikisht, ama ka me të knaqë shpirtnisht. Se kanë me thonë valla filoni, sa se murë përsi për këtë punë filoni, shkoj ke rëmu i puna. Si e murë filoni, valla heci ftilloj. Filan xhamia, valla s'kishtë e rënë, ama si e murë filoni, kryetari këshilli u bo, xhamia në rregull. Abe xhamia ishte parën, po si e murë filan imam i punë në dorë, u bo më rregull. Për një me lodhesh, për një me ki ngarkesa psikike, probleme financiare, mos marrëveshje me njerëzit, ama në momentin që e qetë të rezi, edhe fillon me shkupuna marë, e kur të vinë lavdet, atë fillon me u knaqë, me të ardhë mirë. Po paramendo kur ta përjetosh ditën kur të vinë shpërblimet e të shohsh për shkak asaj lodhjes, asaj atij angazhimi, atyre vështirësive që kishe, e tash vi se vapet në konton tonë, edhe veç shtohet kontoja, e thua mashallah, mashallah sa mirë. Ja pas ka vlet bara qiran. Ja pas ka vlet mu angazhu mu lodh. Njëjtë është e puna e pushtetit. Ndesh kryetar komunën, ndesh ministër, ndesh kryeministër, ndesh drejtor. Për një me ka probleme, ka vështirësi, shpeshere e ndjen veten i paaft, i pafuqishëm me ndryshu gjendjen. Ama ti jep mundin tan, ti mundohesh, ti punon. Lodhesh, tjerë të bëjnë qef se fa pin kafe, rinë telefona, ti punon, ti mundosh me i kry punët e tuja, lanët e tuja.
A do tjerë talën me ty i qeshën, dhe qka e të vëmë të ati kemi ndrejt që këtë qëteta. Kështu ka nisë, kështu ka me vazhdu. Kështu flasin njerëzit në për institucionet tona. Që mëse mëna se zbohet kjo punë. Mu se më interesant puna jote, as puna ti, mu interesant puna jeme. Unë e ka marrë këtë amanet, e ka marrë këtë repart, e ka marrë këtë drejtori, e ka marrë këtë dikaster, e kam këtë zyre. Unë e kam përgjësi për këtë punë teme. Unë du me kry me përgjësi. Unë nuk du me lanë, as një lanë pa e zgjidh, as një lanë pa e kry. Sa të jam unë në punë mandat, gjëse në du me konë e regull të pasë. A qelë pranvera me një lule? Nuk qelë. Për me thonë ka artë pranvera dhe me pasë shumë lule qërta, ama gjithë herë me një lule që fillon me qelë pranvera. Edhe na du me ofru modelin e një administratori në punësja administrativ sukseshëm. Edhe me konë shembulli për tjerës. Kush donë me e kopju, e kopjon. Kush nuk donë, po nesër as kush mës me pas dhe me thonë, valla, s'kum dit me punua. E ki pas shembullin e mirë. Valla, u munova, por nuk e arita. Ke pas mundësi me kërku ndim për i dikut, s'ke kërku. Janë vazhdimisht mundësit e hapuna për me i shfizue, por njeriu dhe më dhonë kur nuk donë zgjidhje, nuk lodhet me kërku alternativa. Ama kur donë zgjidhje, i përdor të gjitha mënyrat, deri se të adhije qëllimit. Fatkesisht për dunja, për qef, për saltanat, për grumblim pasurish, e famës i bëjmë qmos, po edhe për me marë pushtetin, bëjmë qmos. Krejt variantët i përdorim. Kur është puna me kontribu për hajre, për mirë, për me arrit qëllimin e zhvillimit një shoqërie, një popull, një vendi, një shteti, aty vazhdimisht kemi lloj-lloj arsyetimesh. Zbon, nuk shkon, s'po mundemi. Nuk është e saktë e vërtet. Edhe andaj ky hadith, të cilin e ka sjellë Imam Neviu rahimahullahu taala, është me të vërtetë madhështor, që tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën dua për atë pushtetar, për të mirin me dua të mira, për të keqen me dua të këqija, për të mirin me bekime, për të keqen me nama. E tash të tja menoje, a që ka pushtet. Edhe se cilin në ingredientët e vita, prite kryetari deri tek portieri të dera. Edhe ai, nëse do në mjaletu njerëzve punë të hymë daljen në institucionet shtetënore, Allahu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, po Allah letoj ati jetën. Edhe ai, paramendon, nëse mundohet edhe ai me tregu pushtet aty të dera, edhe me bo rëmuj, ka do në me lon ai me hi, e ka do në dëmëllajt se ka njerë bot ma i malë se ministri, portierit e dera e ministrisë. Edhe për të vlen kjo hadith, o zot, kush do që ka përgjësi dhe umet tim, ja vështison, vështisoj e jetën ati. Ja leton, letoj e jetën ati. Edhe kjo shumë është e madhe, edhe e frikshme më njën, edhe përgëzuese në anën tjetër. Nëse ti e asi pozicioni që dikujt ja vështison, dikujt ja leton, me të drejtë. Ose ja vështison dikujt pa të drejtë. Atëherë, mendoj i këto rezultate nga kjo dua, nga këto bekimet Muhamedit a.s. apo nama të tia. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një kontribut i tij për ta korrigjuar një sjellje të gabuar në shoqëri. Pushtetari zullumqar, i cili ja vështison jetën popullit të vet, duke dhënë një udhëzim të përgjithshëm. Një udhëzim e cila shkon nën ëmbrellën e lutjes. Dhe në shërimin e këtij manifestimit negativ të pushtetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përdor elemente shpirtënore. Sepse duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për t'ia vështirësuar jetën atij që ja vështirëson jetën umetit të vet, edhe për t'ia letuar jetën atij që ja leton jetën umetit të vet, është shumë emocionale, është shumë shpirtënore. Edhe njeriu sa do me koni keq, çfarë do llojin me qenë,
kur e ndëgjon këtë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu e ka beku të mirin dhe kështu e ka mallku të keqin, e mendon 2 herë, 3 herë, edhe shumë herë këtë fenomen. Dhe vetë formulimi i fjalisë edhe elekuencës që ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e japin një friksim maksimal që njerëzit në momentin që marrin pushtetit janë të vëmendshëm edhe të kujdesshëm që do të jenë në nivel të përgjegjësisë, në kuptimin që do të kur njerëzit kanë nevojë për të, edhe kur interesi i njerëzve është dorën e tij, ai nuk duhet me e dhonë shembullin e keq para tyre, po duhet me konë në nivelin e përgjegjësisë dhe me ju aletu jetën atyre. Mënyrat, aspektin gjuhësor që i ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith dhe gjëra që vijojnë më pas, inshallah taala vazhdojmë në dersën e ardhshëm, duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu të na jepë të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë xhami për të thuar këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i Madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.